1056 nxënës të klasave të nënta të zyrës vendore të Bashkisë së Vlorë i Marë kanë zhvilluar këtë të premte provimin e parë të provimeve kombëtare të arsimit bazë, duke nisur kështu zyrtarisht sezonin e testimeve kombëtare. Provimi gjuhës shqipe është zhvilluar nga ora 10 deri në orën 12:30, ndërsa nxënësit janë paraqitur në shkollat përkatëse që në orën 8:30 sipas udhëzimeve të përcaktuara nga autoritetet arsimore. Në këtë provim, 1056 nxënësit janë shpërndarë në 15 qendra provimi, ku procesi i administrimit është drejtuar nga 15 përgjegjës administrimi PAP. Në total janë 96 administratorë provimi, të cilët kanë garantuar zhvillimin e tij me korrektësi. Provimet përbëjnë një moment të rëndësishëm për mini maturantët, pasi shënojnë përmbylljen e arsimit bazë dhe hapin rrugën drejt vijimit të studimeve në arsimin e mesëm. Sipas kalendarit të testimeve, më 22 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare. Më 25 qershor do të mbahet provimi i matematikës, ndërsa më 30 qershor nxënësit do të testohen në lëndën e gjuhës së huaj. Autoritetet arsimore kanë bërë të ditur se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit dhe garantimin e kushteve të barabarta për të gjithë nxënësit.